nuk do doja kurse si të merrej si mungesë respekti për deputeten apo deputetet apo rolin kyç që ka Kuvendi në procesin e antarësimit të vendit në BE, por edhe pse shumë çështje që u ngriten këtu nuk janë domosdoshmërisht në përgjegjësinë e ministrisë që drejtoj. Ajo që kam dëshirë të them është që çdo diskutim këtu për antarësimin e Shqipërisë, këtu e kudo është absolutisht i mirëpritur, me interes dhe shpresoj i shëndetshëm pavarësisht këndvështrimeve e qasjeve të ndryshme. Jam dakord me nevojën për më shumë komunikim në kuadër të gjithë asaj që ne quajmë transparencë dhe të bashkëangazhimit, sepse jemi të angazhuar dhe siç e keni më re, disa nga kolegët e qeverisë janë të angazhuar në një proces kombëtar i cili do vazhdojë në mënyrë që të flasim në mënyrë të pandërprerë për integrimin, për vlerat, për punën që po bëjmë, për kontributin e gjithkujt. Dhe jam totalisht dakord që në këtë proces jemi të gjithë bashkë, të bashkë për të ndërtuar, sepse askush nuk është as i përjashtuar, as i tepërt, sepse në BE antarësohet Shqipëria dhe gjithë shqiptarët. Faleminderit. Zoti Eno Bozdo. Faleminderit zoti kryetar, duhet ngre edhe unë një çështje e cila ka lidhje besoj unë me kuvendin dhe mbi të gjitha me atë ligj që u miratua në seancën e kaluar nga ky kuvend edhe me kundërshtinë e fortë të opozitës që kishte lidhje me portet turistike. Ju keni qenë dëshmitar, thirrja unanime nga deputetët e opozitës, nga ata që morën fjalën, po dhe qëndrimi i deputetëve të opozitës në komisionet parlamentare ka qenë që ky ligj jo vetëm që nuk duhet miratohet, por duhet kthehet mbrapsht, sepse është në shkelje të ligjit shqiptar dhe direktivave kryesore për konkurrueshmërinë të Bashkimit Evropian. Dhe e pat besoj edhe reagimin e dieshëm shumë të ashpër të Bashkimit Evropian, i cili praktikisht me një fjalë tjetër, por në thelb i nxori 100% të vërteta të gjitha qëndrimet e opozitës. Pra, Bashkimi Evropian e rrëzoi ligjin që ju miratuat me të njëjtat argumenta që opozita dhe deputetët e opozitës e kishin rrëzuar dhe i kishin bërë thirrje këtij kuvendit mos ta kalonin. Për më tepër, Bashkimi Evropian ju referua dhe ligjit për investitorët strategjik, duke ju thënë që është një ligj i cili është futur në agjendën e reformave për të shfuqizuar. E meqense këtu ka dashnor të vërtet të agjendës reformave dhe të angazhimeve tona kundrejt Bashkimit Evropian, ja pra ky është argumenti tjetër. Kështu që në qëndrimin tim nuk kam çfarë them më qartë. Ne i kemi thënë seancën e kaluar fakti që ai ligj dëmton konkurrencën dhe është ligj klientelist. Këtë e tha me gojën e tij Bashkimi Evropian dje, në një gjuhë as pak diplomatike. Është në nderin e këtij kuvendi t'i drejtohet presidentit të Republikës dhe t'i kërkoj unanimisht për hir të agjendës evropiane dhe për hir të kriterjeve të integrimit që mos ta dekretojë dhe t'ia kthejë mbrapa kuvendit të Shqipërisë atë ligj. Faleminderit. Faleminderit. Ministrja Ismaili ka kërkuar fjalën. Zonja Riona Ismaili. Faleminderit kryetar.